kush janë faktorët që kanë ndikuar që qytetarët në Elbasan të kenë kaq shumë lindje? Ju përshëndes, janë të paktën dy faktorë që sipas specialistëve dhe drejtuesve të gjendjes civile në qytetin e Elbasanit kanë ndikuar në shtimet pozitive të popullsisë në Elbasan për gjatë vitit 2023. Së pari duket se ka të bëjë çeku i bebes, pasi sipas drejtuesve të gjendjes civile në qytetin e Elbasanit, por gjithashtu edhe konfirmimit nga Spitali Rajonal në Elbasan, çeku i bebes ka qenë një arsye që shumë çifte të vendosin që të zgjerojnë familjen e tyre. Dhe po ashtu, faktorët e tjerë socialo-ekonomik në përmirësim në qytetin e Elbasanit kanë ndikuar që familjet elbasanase të kenë një numër më të madh të familjarësh, duke sjellë në jetë edhe bebe. Për gjatë vitit 2023, siç e thatë edhe ju, në qytetin e Elbasanit kanë ardhur në jetë saktësisht rreth 2664 bebe. E përkthyer në shifra me përqindje, të paktën Elbasani është shtuar me rreth 1,23% me banor gjatë 2023-shit, një shifër shumë pozitive kjo, sa i takon statistikave demografike. Ndërkohë që në total në qytetin e Elbasanit popullsia është rritur me rreth 1028 banor. Negative deri tani të paktën mbetet vetëm fakti ulja e numrit të qytetarëve që jetojnë në zona të thella malore. Të paktën sipas drejtuesit të gjendjes civile, aty ku mbahen edhe regjistrat, në të paktën 2 zona të thella malore në bashkinë e Elbasanit ka pasur një ulje drastike të numrit të qytetarëve për shkak se këta të fundit janë zhvendosur. Kanë zgjedhur që të jetojnë qoftë në qytetin e Elbasanit apo edhe në qytete të tjera në Republikën e Shqipërisë, në një pjesë ka emigruar edhe jashtë vendit. Katësisht në 2 zona të thella malore, siç është Zavalina dhe Labinot Mal, duket se këto janë të vetmet zona në qarkun në bashkinë e Elbasanit që kanë njohur një ulje të numrit të popullsisë. Lajm ndoshta pozitiv mbetet fakti edhe që gjatë 2023-shit ka pasur një ulje të numrit të vdekjeve, pasi janë shënuar në krahasim me lindjet janë shënuar 1091 vdekje ose përkthyer në përqindje rreth 0,50% për 1000 banor. Edison, ti ke marrë një intervistë edhe drejtorin e zyrës së gjendjes civile në Elbasan, i cili besoj që i ka shumë të qarta dhe shumë të sakta të gjitha statistikat e ndjekin në këto momente. Sipas të dhënave që ne disponojmë, viti 2023 është mbyllur me një rritje të numrit të popullsisë. Afërsisht janë rreth 2664 lindje, ndërkohë që janë 1091 vdekje. Pra raporti lindje me vdekje është raport në favor të lindjeve dhe popullsia në total është shtuar me rreth 1028 banor. Tani ne nuk pretendojmë që shtesa e popullsisë të jetë në nivelet që ka qenë para viteve 90, sepse trendi ka ndryshuar, por ka një shtesë që është varion tek 1,23 lindje për 1000 banor. Ndërkohë që numri i vdekjeve është 0,50 për 1000 banor. Por unë i bazohem shifrave që kam në gjendjen civile para regjistrimet e lindjeve, pavarësisht se ku ndodhin lindjet, sepse një pjesë e lindjeve natyrisht ndodhen jashtë shtetit, sepse ka shumë çifte që jetojnë jashtë shtetit, por në tërësi këto lindje regjistrohen në gjendjen civile të Elbasanit. Në Elbasan nuk besoj që situata sociale e ekonomike ndikon në shtimin e numrit të lindjeve. Krahasuar ndoshta edhe me qytete të tjera, domethënë është një faktor që ndikon. Ndërkohë që edhe pagesa që është bërë për bebet, pra vendimi i qeverisë që jep bebeve një bonus veçantë, besoj që ata i kanë ndikuar në rritjen e numrit të lindjeve nga viti në vit. Edisona, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga qyteti Elbasanit, ku përsodhe të gjitha statistikat e lindjeve për gjatë 2023.